Rikthehemi njëherë në studio, siç e bërëm me dije dhe do të vijojmë komunikimin së bashku në këto momente me temën e ditës e jo vetëm, po e ndiqni në fleshën informative dhe në hyrje të programit unë bërëm me dije disa zhvillime që ka pasur edhe gjatë natës sulme dhe kundërsulme, për sulme të tjera mes Izraelit edhe Iranit. Mediat tashmë cilësojnë apo mund të quajnë atë që po ndodh edhe si një luftë. Izraeli ka goditur Iranin për Teheranin edhe rezidencën ose zonën rezidenciale, pra afërsisht aty ku jeton lideri suprem i Iranit, Ali Khamenei. Irani ka reaguar dhe ka goditur zyra apo objekte në Izrael, 3 të vdekur, 80 të plagosur, sa e përket para sulmeve të Iranit në Izrael, të paktën me ato të raportuar deri më tani, edhe gjatë gjithë natës, pra ka pasur sulme në të dy frontet. Titulli kryesor i Corriere della Sera, një media prestigjioze italiane që shpeshherë ne i referohemi, përveç edhe mediave tjera të rëndësishme ndërkombëtare, shkruan Izrael-Iran një mbrëmje sulmesh në të dyja frontet. Atë që unë përmenda që në orën 7 në nisje të programit, është bombarduar edhe zona pra ku jeton Ali Khamenei, pra lideri suprem i Iranit, dhe në Tel Aviv, në jug të Tel Avivit, është goditur pra edhe një ndërtesë dhe bilanci ka shkuar në fakt, bilanci ka shkuar siç theksova në 3 persona të vdekur në Izrael, të paktën 3 persona të vdekur dhe 80 të plagosur. Kjo është situata, ju si e vlerësoni, si e lexoni në gazetën Dita. Në fakt kishte disa çështje dhe pyetje të rëndësishme që edhe ne mund t'i diskutojmë. Tashmë mund të themi që është luftë, ndërsa Izraeli i ka bërë me dije Iranit dhe ka bërë të qartë që nëse godisni civilët, ne do të fokusohemi dhe tek liderët politik, pak a shumë siç është bërë ai paralajmërimi me bombardimin e zonës ku jeton Ali Khamenei, pra lideri suprem i Iranit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Ju dëgjoj me vëmendje, kush nuk dëshiron për diskutuar për këtë çështje, diskutojmë për çështje dhe problematika nga më të ndryshmet, por fokusi mbar botëror aty është. Ju dëgjoj. Tani, unë po dalte fokusu tjetër ti. Po? Unë dje me 2 diplomat të nderuar gjerman dhe suedezit tek juve, dhe foli për marrëdhënie të shkëlqyera dhe për Esurin që po bën qoftë Gjermani, qoftë suedezi, dhe tha që dhe pretendojnë që të mbyllë këto grup kapitulli brenda 2020 të jashës. Pretendojnë. Tani, një bërë përshtypje në atë Komisionin e Integrimit që përshtrohen ato kapitulli 4, del ajo Janita Tabaku dhe thot për votat, nuk e di. Aty ndidhesh për sekretarin për votat, shko bëhet debat në kuvend, në parlament, në ku të qefi. Tu ti do të reagosh, duhet të flas çfarë mund të sjellësh ti që të realizojmë atë kapitull 4. Pra dhe çështje të gjelbër, grupi gjelbër si thon, prandaj ju, në të çfarë niveli bie kjo, shkon prapë te niveli Saliu. Saliu e u morë vesh sepse ato zgjedhjet e OSBE të 11 maj certifikoi atë kjo OSBE dhe Odile në marrësosin Sali Berisha. Janë zori që ka kërcënuar, po kjo pse bie në këtë nivel? Dhe në vend tash të jenë bashkë, qoftë me Krishtik Çollaku, të jenë bashkë në këtë në pjesën e integrimit, që thonë që edhe ne morëm pjesë, po vendosëm edhe ne të jeni krah një fjalë Shqipërisë, po dalin kundra, kjo është absurd i madh që ndodh me këto njerëz. Prandaj, neve ku nuk do të bëjmë të veprim, të shkojmë të shajmë edhe të vendosim gjëra tjera. Për shembull, ju keni dhënë për bie fjala këtu për Izraelin, po s'mund dalë unë flas për tjetër, flas gjithmonë për parlamentarët, ëh. Dakor. Kanë kushtojnë budget në këtë kuptim. Prandaj nuk e di si se veprohet me këtë. Faleminderit Andi. Faleminderit, përshëndes për telefonatën. Zotëria kishte që e kishte idenë që si deputet opozitës le të themi kritikojnë çështjet e integrimit të tjerë, duke theksuar që duhet të bëjmë bashkë. Besoj kështu ishte, unë të paktën kështu e kuptova. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Përshëndetje, uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje, keni diçka për temën e ditës apo
diçka tjetër? Jo, unë kam një temë tjetër. Pa tjetër, ju dëgjoj. Për trajnerin brazilian që bëhet një debat për të hequr Për Silvinjon. Më vjen mirë që edhe pas disa ditësh ende është kjo tema e ekipit kombëtar, po? Dalin ca njerëz që komentojnë, si për shembull ai Shkodrani Cekra, Rudi Vata. Hafizi, po? Rudi Vata, dalin, tash përse nuk e marrin ekipin këta që dalin me komente, jo Silvinjo kështu, jo kështu, jo të marrim ca njerëz tjetër. Tash ai ka psikologjisur lojtarë, i ka parë cilët janë, qarë do ky, qarë do hy, do më thënë, i ditë të tëra, të që po të mashtë një trajner tjetë. A ju të që sa të rritë të studia e lojtarët, të më thënë, dhe vera vete, si i zonë, edhe këta e them që nuk shitet kali me njërë si qërollisur. Mirë, shiko, diçka ju them, se thatë që pse nuk e marrin këta ekipin kombëtar. Rreth parë e vendos federata ose po mund të më dëgjosh pak sekonda. E vendos trajnerin, e vendos federata ose Duka, presidenti. Edhe ai ka marrë Silvinjon, nuk i ka marrë ndonjërin nga. Ajo është tëra, Duka që të bëj të marrë do i lekë, do i të bëj do i ashtu. Okej. Dhe atëre, ju lutem, unë ju pyes ju, me që dolëm në këtë... Ta marrë, a ju do mësoj gjuhë njërë të Shqipe, edhe të komunikoj me lojtarët, dhe të më qash gjuhë anglisht, apo italisht, apo të dhe tjetë, dhe pasaj janë shumë gjera të ngatruara. Po të kuptoj se ngatrove shumë diskutimin. Shqiptari e të betë për mendje, jep mendje kështu, bëjkështu, se për vete nuk u rinë të marrë. Okej, pra, pyetje shumë kam për ty me që dole në këtë diskutim. Si pas jush, Silvinjo, po bën një punë të mirë momentalisht, nuk po them që në çojnë në Europian. Dhe duhet qëndroj? Dhe është shumë i talentuar, dhe shikoj në lëvizit, si është dhe më shko ati lojtare, ju bën thiri, dhe më në shumë e shumë. Që më shtarënjë të tjerë janë shumë përqetë, ku se kjo lëviz në për pankina atje, ose të ka jo pjesa që është, e kuptoj. Okej, mirë. Mirë, zotëri, faleminderit. Faleminderit për shëndes për telefonatën. Tani, nëse një trajner dhe nuk lëviz në atë pjesën për para pankinës të përcaktuar për të dhe të zolitarët, atëherë nuk kuptohet se çfarë roli ka, por me që foli zotëria për ekipin kombëtar, këtu është pyetje dhe diskutimi, pra edhe Silvinjo dhe puna e tij etj dhe sa përgjegjësi ka ai në këtë ecuri të ekipit kombëtar, sepse dy rezultatet e fundit ishin zhgënjyese, mbi gjitha ndeshja me Letoninë. Përshëndetje. Përshëndetje Andi, mirëmëngjes, flas nga Italia. Mirëmëngjes, të dëgjoj me vëmendje, me kënaqësi, më thuaj. Në lidhje me temën e ditës, asnjëherë lufta nuk është e mirë, sidomos në këto rajone që është rajone shumë delikate, por unë do kisha diçka më tepër. Irani është një shtet provokator që sponsorizon terrorizmin, rreth shtetit izraelian, duke sponsorizuar dhe Rusinë. Prandaj Teherani duhet ulet në negociata të pranoj kushtet ndërkombëtare, të cilat ja kanë vënë me detyrim. Në qoftë se nuk i zbaton, atëherë çdo shteti i lindë drejta të marrë përgjegjësitë dhe të siguroj mbrojtjen e tij. Lidhje me për këtë temës. Andi, ka mundësi të japë ndonjë mendim tjetër në lidhje? Absolutisht, patjetër. Ju dëgjoj me vëmendje. Se unë po mundohem që të lexoj edhe këto zhvillimet në kohë reale të sulmeve Izrael-Iran. Kështu që ju dëgjoj me vëmendje në çdo moment, mos mendoj që nuk ju dëgjoj. Më thuaj.
me çfarë ndodhi me gjyqtarët, kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagës. Unë nuk do ta shifja Unë nuk do ta shifja një gjë të keqe në qoftë do kishte ngritje pagash për gjyqtarët. Por radh parë duhet të ketë një shteti shqiptar, qeveria duhet të ketë parasysh që pagesat e popullit shqiptar duhet të konvergjojnë në disa barazime. Pra ne duhet të ketë një diferencë kundrejt pensionistit, duhet të ketë diferencë ndërmjet punëtorit dhe nënpunësit. Tu është diferenca shumë e madhe, Andi. Pra nuk është për ne, sipas mendimit tim, nuk e përqafoj këtë iniciativë që ka marrë këto Unioni i gjyqtarëve, po. Të cilat nuk shohin interesin Unioni i gjyqtarëve. Ky interes i tyre nuk është real në momentin që neve kalojmë pagesat e popullit, pensionistëve, punëtorëve, nënpunësve, nuk janë asnjë 10 atyre, nuk është e drejtë. Ne këtu ku jemi, diferenca mund të jetë deri ke 1/10, por jo më shumë. Prandaj, unë shkoj oltre, Andi, në qoftë se me këto gjyqtarë dhe kam i qik shumë merak problematikat se si punojnë, ndërgjegja atyre dhe vendimet që marrin. Unë kam mendimin që ish gjyqtarët që janë pushuar nga vetingu dhe gjyqtarët që janë larguar me dëshirën e tyre që mos paraqitet në vendik, këtu nuk kemi një barazi në gjykimin e drejtësisë. Këto gjyqtarë si mund të dalin të pa gjykuar tashi me ndjekje penale, sepse këto janë larguar për korrupsion, janë larguar për veprimet antiligjore që kanë bërë kundër popullit, kundër njerëzve që kanë qenë në gjykim. Prandaj, si është mundur që këto njerëz janë kapë në flagrancë, këto janë kapë në flagrancë, zoti Andi, janë kapë në flagrancë duke vjedhur, korrupsion do thot vjedhje. Si është mundur që këto nuk dalin përpara trupit gjykues, për pse s'merren e hetim nga prokuroria e posaçme, për çfarë arsye këto kanë vjedhur. Këto janë kapë në flagrancë. Shiko, zotëri, se është mundur që një të lutem thjesht nëse më lejon për t'ja u rikujtuar dhe gjithë atyre që në ndjekin. Vetingu, gjyqtarët dhe prokurorët i skanonte, i analizonte diku në 3 shtylla kryesore, që kishin bënin me çështjen e justifikimit pasurisë e tjerë, e justifikonin dot apo jo, pra pasurinë të ardhë ekonomike mund të kenë bërë apo jo korrupsion, besoj këtu futet. Lidhjat me botën e krimit apo me persona që kishin probleme me ligjin, dhe pjesa tjetër edhe aspekti profesional. Nëse dikush kishte shkelur njërin prej këtyre, kur themi kishte shkelur nuk kalonte dot njërin prej këtyre, atëherë ai nuk e kalonte vetingun. Kjo ishte logjika. Dhe unë ju kuptoj atë që ju thoni që edhe nëse në aspektin profesional nuk e qenë i mirë, do të thotë që ke vonuar vendime, ke prishur jetën e dikujt e tjerë, dhe ju thoni që të mbajnë përgjegjësi. Nëse nuk justifikon pasurinë, ndoshta do të thotë ke bërë korrupsion, ju thoni që ata do të mbajnë përgjegjësi, mos ta kalojnë thjesht me shkarkim. Apo dhe nëse ke pasur lidhje me botën e krimit, do të thotë që sipas jush të mbajnë përgjegjësi. Ju kuptova, po thjesht për të rikujtuar edhe një herë 3 shtyllat e vetingut. Këto. Po, unë e kam qartë, Andi, ne flasim këtu që kur kapësh në flagrancë të ti i cili ke shkelur një nga këto 3 shtyllat, përse mos gjykohesh? Pse mos gjykohesh, Andi? Pse mos jesh i barabartë me një fugara i cili pra ka ardhur koha që parlamenti i ri të ulët dhe të krijoj një nen të veçantë dhe t'i kthehen të gjithë të ish gjyqtarë, ke gjyqtarë dhe ka më shumë, ish gjyqtarët, ato persona të cilët kanë ankesë për gjykim të një anshëm, ato me njëherë kërkesa atyre duhet merret parasysh dhe të rishikohet vendimi. Andi, janë prishur familje, janë vjedhur familje, janë vrarë njerëz pafajshëm për fajt
për fajt të gjykatave, për fajt të korrupsionit të tyre. Prandaj, Ju kjo kuptoj. është e pafalshme, kjo padrejësi duhet vetë urgjentisht në kjo nuk mund ndodhi në asnjë shtet të evropian ku do të shkojmë andi. E qartë. Kjo ishte një preokupacion që unë kam. Një shqetësim, preokupacion shqetësim. Mirë, ti ringracio moltët, të falenderoj shumë, fakt me që telefonon nga Italia. Të falenderoj shumë për telefonatën edhe të përshëndes. E kemi diskutuar në fakt se dhe kjo është me logjik diçka e rëndësishme. Okej, sepse tani gjithmonë këtu nuk ka asnjë gjë të pakontestueshme apo perfekte etj etj. Dhe ata që janë larguar nga vettingu, pra kanë kaluar vettingu, janë filtruar nga vettingu, nuk e kanë kaluar, ata thonë që nuk kanë qenë drejt këto KPK, KPA, etj dhe të gjitha. Dhe nuk e pranojnë, por në mënyrë që largohesh ke shkelur apo nuk e qenë në rregull me një nga këto tre shtylla, i thonë të mbajnë përgjegjësi se e gjitha kjo, nëse ke bërë korrupsion, nuk justifikon pasurinë, edhe thjesht largohesh nga sistemi, po vazhdon e shion atë pasuria, po ato lidhje që ke krijuar me botën e krimit etj, kjo nuk shkon, kjo është ideja e zotërisë. Mirëmëngjes, sulmet Izrael-Iran, tash mund të themi që edhe luftë është, kanë vjuar gjatë natës, në orët e parë të mëngjesit. Ne ju pyesim si e vlerësoni, si mund ndikoj apo jo në Shqipëri, ndikon në fakt edhe në aspektin ekonomik, botror, geopolitik, etj. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kjo është një temë sa prekse aqe dhe e dhimbshme. O do flasë unë për këtë temë, o do flasë askush. Sepse unë kam folur me shkrim, me goj, dhe fizikisht i kam ardhur aty në televizion Top Channel për misionin e shenjtë që unë kam. Dhe unë erdha me Kurban dhe Baba Reshati. Para se bëhesh dy mishi, kiameti u shtyt. Unë kam nisur me shkrim. Mirë, faleminderit për telefonatën, po e dëgjoj me vëmendje, por la linja. Mirëmëngjes, ecim një tjetër opinion. Pak zërin televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes, ju përshëndes, po ju lutem uleni pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit, së bashku jemi në... Që të komunikojmë më mirë. Pak për temën, jo për temën e ditës, por diçka për neshjen e kombëtares tonë. Pa tjetër. Na shënjeu padrës. Po? Do që të regonin një qak shqiptarie me të vërtet, por ata nuk e di, luetën si të vëbet për para kombëtares Jugoslave, edhe janë të cishtë mbështesë opinionin e dy ikonave të futbollit shqiptar, Sokol Kushës dhe Rudi Vakës, që në të drejtë, po t'ishte në një tjetër, në një kontare tjetër, Selvia do të shkarkote ashtu si të shkarkua trajneri italian, që shkarkoj kontare italiane trajneri për rezultate të përgjënjëse. Edhe ne u zhvimim pa mas në këtë takim, po përqin një loj agresive ndaj bëna futbolit, bëna neshës futbolit, një loj agresive në tepër ndaj serve. Po kjo gjë nuk ndodhi dhe shkoj si pas të shtatës e melodisë se serve. Dhe për këtë. Vjojt ju të gjëjë, zotri. Jeni në komunikim. Mund të flisni. Mund të flisni se vjojt ju të gjëjë. Po. Si ka mundësi, pra, që Federata Shqiptare e mban akoma në kyje të kombëtarës një trajner që na shkenjev pa mas në ndeshjen në Sevillë. E jeni zhgënjur më shumë nga ndeshja me Serbin apo me Letonin? Me Serbin apo me Letonin? Dhe sa shanse kemi për mbotror?
shanset janë të minimizuara po thuaj se fare, për vetëm në arsye se me 2 barazime ne nuk kemi shanse sepse kemi një ndeshje në Serbi. Që ata mezi na presin për të hakmarrë në ndeshjen para 14 viteve. Okej, 11 viteve. Kështu që shanset tona janë e qartë. Mirë. Faleminderit, përshëndes për telefonatën. Ju dëgjova me vëmendje tani. Imagjinoni sot jemi ditë e shtunë. Ka ngaluar disa ditë edhe nga ndeshja me Letoninë edhe ka sërish nga ta që janë të zhgënjur nga ekipi kombëtar edhe flasin edhe pas kaq ditësh për këtë çështje dhe për këtë temë. Absolutisht futbolli, kombëtaria e futbollit është ajo që i bën gjithë bashkë, është ajo që i bën që ta mbështesin, por edhe kur s'ka rezultate edhe të hidhrohen apo edhe të zemrohen. Mirëmëngjes, urdhëroni. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, fundjavë të mbarë, uroj, po? Pa e fillu lufta, faleminderit dhe ju. Pa e fillu dhe lufta, desha të përshëndes edhe të folësin e parë tuit, që i bëri thirrje asaj gozës tonë Joritë të Bakut, mos u bëj vegët e Sali Berishës. Mos thuaj që nuk do të firmos unë për integrimin. Kapitujt e 4 që janë për jetë integrimit, mos thuaj që nuk i firmos unë. Nëse në ato nuk janë drejta, ose firmos, për jo sepse thonë Saliu. Sepse do humësh reputacionin tatë si deputete, si qytetare e Tiranës. Unë ja jap këshill, se e kam për qytetaren time dhe i kemi dhënë votën. E para dytë, ai që foli nga Italia, ai kishte shumë të drejtë, pa i nuk di tjetërën, që gjithë gjyqtarët e prokurorët që kanë larguar nga vetingu janë bërë avokat. Edhe duke pas njohjen ato me njohjen si prokuror, si gjyqtarët e duke pas njohjen me këto gjyqtarë që janë sot e prokurorët që janë sot, ato po bëjnë kërdinë më shumë se sa ishin gjyqtarë e prokurorë. E drejtër, sepse shiko, për ta bërë pak më thjesht, unë, zotëri, thjesht e bëjmë bised, edhe pak më thjesht. Unë gjyqtar, ju gjyqtar. Unë gjyqtar, ju gjyqtar. Mua më shkarkon vetingu, se kam bërë diçka unë. Edhe unë bëjmë avokat. Edhe tani do të mbroj klientin të këty unë. Tek ne që kemi qenë bashkë kolege dhe kemi marrë vendime bashkë. Kjo është situata. Kjo është, atëre qa betingu është bo. Unë jam plësit akord me atë që fori nga Italia, sa i s'ka nevojë fare për të gjyqtarë këtu se është atje dhe mirë tha. Unë them që këto, përveç se duhet merren penalisht, atyre duhet sekuestruar pasuria, nuk na duhet fare ne të shkojmë burg Asaliu, Asiliri, merri pasurinë, edhe çoj jepja popullit edhe pastaj djeli trina ne të kullosi si ato baktit, sepse ato prapi kanë mundësi se i kanë çuar lekët në profeshore, por megjithatë atë pasuri që ka merr, kjo është ajo zgjidhje. Për sa i përket luftës, kjo është, me thënë drejt, gjithë stresohemi se kemi fëmijë, kemi nipa, kemi mbesa dhe rrim me stres, se nuk po dim se shpanohet nga ora 9. Po inshallah nëse kemi kismet të Zotit. E qartë. Mirë. Ju falenderoj shumë për. Faleminderit për telefonatën. Ju dëgjova me kënaqësi fundjavë të mbarë, ju uroj. Përshëndetje, ecim një tjetër opinion dhe më pas do të na duhet që shkurtimisht të shkëputemi për pak reklama e të vijojmë njërë me shtypit ditës dhe ju. Por marrim tjetër opinion në studio. Urdhëroni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, ju dëgjoj me vëmendje. Nuk po them për në Shqipërinë çfarë bëhet, çfarë s'e bëhet. Këto 35 vjet, po do të flas për luftën që bëhet në andaj nga ato shtetet e Izraelit. Ju dëgjoj, atë çështje kemi si temë ditë, po. Lufta nuk është e mirë as për kënd, zoti gazetar, as për një, që të vriten njerëzit, të masakrohen, të zhduken, është shumë e rëndë. Por shtetet që janë kompetente duhet marrin masa, që ta ndalojnë luftën dhe jo ta bëjnë si në Fenende për Kosovën, që ndërhyrë në fund pare kur u vranë mbi 10.000 veta në Kosovë të vogël që masakruan, e vranë, çfarë nuk i bën. Lufta nuk do të zgjasë shumë, jo të marrin masa kur t'i vrasin gjithë njerëzit. Marrin masa shtetet kompetente, jo të vriten njerëzit. Këta them. Çfarë u bën atë në Kosovë, zoti gazetar? Çfarë u bën në Kosovë të vogël, nga serbe?
Qarë? Kjo është një... Na vjen shumë keq për gjithë ata që britën. Se njerëz jemi. Të ndalohet lufta sa më shpejt, shtetet kompetentet. Trump janë dhe nga Amerikat më i masa. Të thash. E kuptoj. Mirë. Faleminderit për telefonatën. Nuk di se ko kemi për momentin të përshëndes edhe njëherë, por Irani në fakt e ka mbyllur këtë derën e negociatave tashmë në këtë situatë, duke deklaruar se një dialog me Shtetet Bashkuara të Amerikës për armët bërthamore apo armët nukleare tashmë sipas Iranit është i kotë, kur situata përfundoi deri këtu. Apo dhe përsa kohë mbështet sulmet e Izraelit, por gjithsesi të paktën Irani kështu e cilëson që dhe SHBAT janë të përfshira apo dhe mbështesin sulmet e Izraelit. Dhe në fakt SHBAT ka ndihmuar mbrojtjen e Izraelit për të interceptuar apo për të kthyer mbrapsht apo dhe për të shkatruar në ajër raketat që vinin nga Irani. 3 minuta reklama, rikthehemi me njëherë qëndroni në Report Televizion. Vjojmë komunikimin së bashku, konflikti që në një farë mënyrë pra edhe është bërë edhe më jashpër që nga momenti i nisjes, megjithëse ka diçka më shumë se 24 orë që ka nisur, ose më saktë ka rinisur, se nuk është hera e parë e konfliktit dhe sulmeve të Izraelit në Iran apo edhe kundër përgjigjes. Ne pyesim si e vlerësoni, si ju duket, në një farë mënyrë sa ju shqetëson, megjithëse mund të duket në lindjen e mesme larg Shqipërisë e tjerë, bota sot është bërë shumë globale edhe shumë afër. Megjithatë nëse ndodh diçka dhe në cepin më të largët, pasojat ekonomike, politike, gjeopolitike, jo vetëm janë thuajse për mbar botën. Si e vlerësoni, si ju duket? Mirëmëngjes, përshëndetje, mund të votoni dhe në sondazh dhe urdhëroni. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje Andi. Mirëmëngjes, përshëndes, të uroj një fundjavë të mbar. Edhe unë ty. Ju dëgjoj. Përshoj ta ka të mëzdiq për punë në Izraelit me Iranin, lufta nuk është e mirë për kërkon. Lufta është shumë e vështirë, është shumë e ashpër, domethënë në rrjet njerëzish ka fajshëm, hallëgjish, gjithë ata që janë me domethënë merren me popullin e thjeshtë, vallai mbritën popullin e thjeshtë, nuk mbritën udhëheqit, por udhëheqit mbritën shumë rrallë. Është shumë e rrallë, por ama tash këtu nuk dihet se kush e ka atë më shumë më fajin për këtë punë që ka plash lufta me Iranin e me Izraelin. Nuk e shefaren kërkush sepse tash jemi me gjithë botën e bota ka qenë gjithmonë të rrezuar, prapë është më të rrezuar me sot e prapë se prapë nuk ka kush më gjatë mirë nga lufta, por inshallah fitonaj që ka drejtën në luftën, ku do të jetë në punë, ku do të jetë, fitonaj që ka drejtë e hes me drejtën. Kash. Tash i përshajta ka gjona tjera, ne kemi edhe gjona tjera këtu në Shqipëri që ne prekupojmë. Patjetër, ne këtu kemi gjëra plot edhe boll për diskutuar. Më thuaj. 23 miliard lek, thoshte gazeta, mos u gabosh te gazeta Telegraf. Telegraf 2.3 miliard lek. 2.3 miliard lek, deputet miliardera në Shqipëri, kur i pjesë e mirë e këtij popullit thjesht shkret që kanë ndërtu hidrocentrale të këta, do me thonë, tallin byllën me korrentin e hidrocentrale që kemi ndërtuar. Po pse prishe gojën? Me moshatarët e mi, pse prishe gojën? Ata kanë kondicionere në verë dimë në zyrën shtëpi, ku shumë nuk kam ashtë i freshku 20.000 lekë. Nuk kam mundësi me bënë, po këta kanë bënë. Pra to po prishim gojën, që prish popullin njeri e prish gojën, kur është shkeq, kur është në halë, kur e shef që shka, kur farë drejt e kërkushi, kur e di që nuk e dritë kërku me dalë, vetëm gropën, varën e me shkuar dalë pa buk, të bëjnë teritorë, të bëjnë plashket, të bëjnë të shkokën, pra këshu e tjera. Të është kjo, gjykata ku se mirë iku kjo, këta janë për deputet, janë pasëru, janë bo miliardera, nuk pyshin për ne fare, bojnë lidhe që dojnë. Gjykata ku se tu se këta gjyqtarë, e Unioni Gjyqtarëve, e Komisioni Unioni Gjyqtarëve, ka dhanuar që të mërë rogën gjyqtarën, në thashë e përfëm prapë. Kjo nuk është e drejtë, sepse a i ka rogë, vajlem, nuk është pa bukë, nuk është malë, ka biznes, ka 2 milion e gjyqë lek rogë,
e tjera që ne prekupojnë Shqipëri më e burë për këtë ndurëzën, ja përberim dhe për ramën që ne duhet rame dhe një shashë kërkush një qaj politike të rrëtë 4 vjeqore. Kemi qenë keqë dhe për para, po kemi qenë 100 herë më mirë se sot. Për para, 100 herë më mirë më se një që ne kemi qenë se sot. Pavarësisht, ka palate, ka ozhiri, ka shqip, asfalt e sende, ka bo temperatura 20 gradë, më rëshëm të Tiranë, nga palatet e ka qimenta, nga betoni e hekura. E në të përshko punito. A që ka lëkë shumë mirë, falë se bezdisë, a ndoshtë ka borë, jam i bakti i të ume, ka u shumë e bo. Faleminderit për shëndes për telefonatën. Jo, nuk më bezdisë, ju të gjova me kënisi. Ju kishit dhe keni mendimin tuaj, por nuk di personalisht diçka e them, sepse duket sikur jemi, ose askush nuk duhet jetë kundër edhe atyre që kanë një pasurit të caktuar gjithmonë, nëse kjo pasurit, nuk flasë oligarke dhe tjerë, po diçka që janë mirë, shofë dhe ata që mund të futen në kuvend e tjerë. Gjithmonë nëse e kanë vënë këtë pasuri, vetëm me punë të ndershme, me biznes, ka ecur me ide inovative e tjerë. Nëse diçka të tillë këtë pasuri 2.3 miliard lek, sa që përmendin gazet që e theksoi zotria, e kanë vendosur në një farë mënyrë me korrupsion, me afera e tjerë, ajo po nuk është e ndershme, por të atyre që janë të pasur ai sa që janë dhe që pasurinë e kanë vënë me biznese, me ide, me punë e tjerë, nuk duhet jemi kundër, sepse ai ka dhe unë kam kaq e tjerë. Edhe dje përmendë diçka të tillë, se kjo është ekonomia e rregullt dhe ky është kapitalizmi në një farë mënyrë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të dëgjoj me vëmendje. Mirëmëngjesim. Atëherë është ky konflikti, ky nuk është lodër faktikisht. Do t'ja shohë hajrin tër bota, do t'ja shohin hajrin tregjet botërore të çmimet e me radhën. Pra, Izraeli dihet. Izraeli është ndërtuar si shtet duke pushtuar tokat e tjerëve. Pra, është një shtet që ka për shpirt, për zemër genocidin. Izraeli është shteti më terrorist që ka në botë. Dhe tash neve numërojmë, themi, goditi kaq, vrau kaq. Po ato raketat e Persisë, se ne themi Iran, po ato janë persët. Është një nga kombët më civilizuar në botë që ka qenë përpara. Kush e goditi dijen mes natës? Pastaj ç'pun ka ky Izrael, ka që fuqishëm, ky shtet, po Izraeli dihet është vegël perëndimore, që ky dashka ti në Iran ose ti shtet tjetër nuk ke drejt të pasurosh uraniumin. Kurse unë kam të drejtë të kem çdo gjë. Është një lloj si në vitet 60, kur krushovianët thosin Kina nuk duhet të ketë bombën atomike. Edhe në mbledhjen e 81 partive, atëherë ngrihet Enver Hoxha e thotë, pse Kina të mos e ketë? Një shprehje thotë popullore, frika i ruan vreshtet. Që mbrojti atëherë që Kina donte ta kinte vetëm Khrushchevi, Amerika, Anglia, Franca, Pakistani, India e kush këto shtetet, dhe shtetet e tjera jo. Kush je ti? Ku e gjen ti këtë të drejtë se që? Kërë, pra, Izraeli është 1.000% fajtori numër 1. Edhe pa dyshim, me përkrahjen e madhe që i jep Trumpi, Amerika, perëndimi faktikisht, perëndimi historikisht, po. Se po lexoja, duke dëgjuar bisedën me ju, po lexoja. Dhe është një material në Corriere della Sera, një nga mediat më prestigjioze në Itali. Ky material, ky shkrim shkruan ose thotë eksaktësisht këtë që unë do të bëjmë dije në këto momente. Loja dyfisht e Donald Trump ka fshehur atë okejn, miratimin e tij të sulmit të Izraelit për një efekt surprizë. Ndërsa tjetër material ka të bëjë me faktin se ky plan i Izraelit ka qenë i studiuar prej vitesh, sepse Shërbimi sekret Izraelit, Mossadi, famshëm, ka vepruar dhe në teren, brenda në Iran. Ata kanë qenë atje të infiltruar prej muajsh e tjerë, kjo nuk diskutohet, dhe një drejtim që, jo një drejtim, një qëndrim
që pati kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu për qytetarët në Iran, duke theksuar se armiqt nuk jeni ju, pra qytetarët, populli i thjesht, por edhe ju rebelohuni kundër regjimit dhe plani Netanyahut është pra që të ndryshoj regjimin apo sistemin atje, këtë sistemin, regjimin e ajatollahëve. Pra këto janë disa materiali që unë po citoj në mediat e huaja. Këto, po. Në 79-ën, kur u bë revolucioni islamik dhe u largua Reza Pahlavi ata shahët e Iranit, u ngrit populli dhe i rrëzoi i ashtu. Pra, Amerika, të flasin shqip edhe drejt. Perëndimi do atë që dua unë, jo atë që do populli i çdo vendi. Perëndimi do diktat. Perëndimi është mësuar të ketë koloni tër botën. Tër shtetet perëndimore, pasurinë e tyre, miliardat e tyre i kanë nga tër gjaku i tër popullve të botës. Kolonitë angleze, franceze, spanjolle, portugeze, Shko diçka të pyes, zotri. Amerikane në tër botën shtypi. Me që po më flet, le temi me njohuria për direti, diçka të pyes, sepse dhe kjo është e rëndësishme ose zona filla e gjithë shkaje. Amerika, Italia e shumë shtetet tjera, pra perëndimi thotë që Irani nuk mund të ketë pra bombën atomike apo të zhvilloj programin bërthamor e tjere. Tani, mos ndoshta ishte koha që Irani po bëj shumë i rrezikshëm, ndoshta dhe brenda një viti ai e përfundonte gjithat programin e tij nuklear e tjere dhe më pas ishte kërcënimi numër 1 për mbar botën. Si e gjykoni edhe në këtë aspekt? Asgjë nuk ishte, asgjë. Politika perëndimore po i bën gogol të tjerët dhe harron veten e saj, harron krimet e saj, harron të gjithat. Kur çdo shtet, pse nuk themi ne India, pse nuk Pakistani është agresiv, pse nuk themi X e Y, po vetëm këtë. Pse nuk duan regjimin ajatollahëve të Iranit. Perëndimi do diktat në tërë botën. Kjo është e para dhe e fundit ka. Perëndimi thotë o bëj siç të mund, ose edhe mos bëj siç bëj unë. Ne pasëm Amerikë, se si i shtypi demonstratat Donald Trumpi, se sa demokrati ka në popullin e vetë. Mirë. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi që biseduam, edhe shkojmë pak edhe për te kohës në një farë mënyrë për këtë çështje, por ishte një opinion për temën e ditës dhe i parë në disa aspekte, ose le të themi u munduam të jepnim përgjigje për disa pyetje dhe çështje që shtrohen. Mirëmëngjesi. Uleni pak. Ju përshëndes, uleni pak zërin e televizorit. Ju lutem. Ju përshëndes, ju dëgjoj mjaft mirë. E kam ulu fare. Jemi në rregull atëherë, më thuaj. Si jeni mirë? Në përgjithësi mirë, ju? Dëgjoj, unë tre probleme të shkurtëra. Patjetër. Po mundojmë mos zgjaten shumë, që janë aktuale, po dhe që na shqetësojnë ne këtu brenda për brenda. Të parën do ngërë këtë të kërkesës që bëjnë gjyqtarët për rritjen e rrogës 700 euro. Dëgjoj dashur. Unë jam një pensionist. Si ka mundësi, si ka mundësi, kur populli në tërësi, se në veçanti ka ashtu si shkollën edhe paraforcit, le të pasurohen, le të bëhen në djerse tjera. Si ka mundësi të kërkojnë shtesë rroge, kur e kanë, nuk e di, mbi 1,5 milion e kanë sot, të kërkojnë dhe 7 pensionet të tjera, se në 100.000 lekë, 120.000 lekë është pensioni mesatar sot që këta. Si ka mundësi, i kanë mënd në vënd këta që e kanë qoroditur gjithë drejtësin, këta që kanë bërë pa drejtësit, më të mëdhaja në këtë vënd, le qarë thonë, kemi 20.000 dosje pa hapur, nuk i hapim dote, punojmë në atë ditë, mërë zotëri. Po në të tjerët, nuk kemi punuar nga 50 vjetë, edhe me 120.000 lekë pension s'del, jo të pagush dritat e të hash buk me djatë, se ha do se djatin se blen do të më. Kjo është e të mërshme. Unë jam plotësisht dakord dhe e mbështes kryeministrin, të mbështesi dhe gjithë populli që këtyre mos të rriten më rrogat. Rrogat i ka rritur shteti. I ka bërë sa s'ka ku të vej më. Të atyre dhe deputetve. Se e morën me qafë këtë popull. Zotrin. 80% e lanë në kënet. Zotri, po deputetët. Folandi.
Po deputetët, se më kujtojnë edhe kjo është edhe logjika dhe kolegën e regjithën, po deputetët që i kanë bërë shumë, i rritën vete, bën vete. Unë e di ku do të se janë bërë me vendimet qeverisë, e kam të qartë. Por këtu është një gafe madhe dhe e qeverisë, që u arrit deputetët u aqon 4-5 milion, nuk e dis. Nuk i kam konkretisht se sa janë, po janë me miliona, dhe të tjerë dhe institucionet e tjera nuk kujtohet për to. Por, kjo nuk do të thot, ti të kërkosh me forcë rritjen. Të rritë 700 euro, janë 7 pensione të njerëzve të varfër. Okej, tjetra, e para, po. Problemi dytë është ky i aktualitetit. Tash unë dëgjova dhe para folës, po mirë në tërsi pozitiv folën, tash Izraeli është thënë me kohë që është një kobure në dorën e Amerikanit. Kjo dihet. Para 3 ditësh, ai i madhërishmi Trump që do vendosën e paqen brenda disa ditëve ose muajve. Në Ukrainë. Tha që ne tha 2-3 ditë diçka e tillë ndërkohë. Po mirë, në Ukrainë në lindjen e mesme aty në Gaza, te Hamasi aty. Unë nuk di gjë fare, ne e kemi përjashtuar vetëm, nuk marrim pjesë. Izraeli e kam vete. Ne e rekomandojmë që të vazhdojmë me diplomaci. Kë gënjen ai burr, ai palobur. Kë gënjen ai, kë mashtron ai palobur. Dhe dije na doli që unë i dija të gjitha, thot. Unë i dija këto të gjithë, ne jemi në brendësi të gjithë planit. Ky është një plan strategjik amerikan, mos themi kapitalizmi, se kapitalizm jemi dhe ne tashti, amerikan, për të sunduar botën, edhe mirë bën se për vete ka një kobure në dorë që e ka emrin Izrael, dhe vazhdon tash ai Izraeli provokoi derisa të marri atë të Amerika. Mbaroi dhe problemi i dytë. E treta. Më thuaj. Për turizmin në Shqipëri. Është shumë shqetësues. Leri ti lëm dënglat e kryeministrit, të ministrave, të tërve, turizmi ynë, do vej 15 milion, do vej 20 milion, për çfarë bëhet? Unë jam në Vlorë, ta dish. Po? Unë tash flasja në Tirana, po unë banoj në Vlorë. Si ka mundësi, ajo Vlorë e qelbur. Unë jam vlonjat. Si nuk punon ai kryetar bashkia dhe ai pas turp rrit tërë ditën kafeneve. Si ka mundësi, as pastrojnë rrugët. Nuk ka trotuare të ecin njerëzit se i kanë bllokuar me parkime makinash. Si ka mundësi? Çfarë bën ajo bashki? Çfarë bën ky shtet për parkimin e makinave? Apo bli makina rrangalle të vjetra e fut në Shqipëri, zer trotuare, zer vizat bardha në Vlorë nuk bën. Unë isha në Berat para një muaji. Plot me semafor Berati, por është e tmerrshme. Vlora nuk ka një semafor. Në semaforin qendror të shesh rrotullimit se di në qendër të Vlorës, rrin 4 policë. Për çfarë është kjo? Ç'është ky skandal më? Ka i shtrenjtë që nga këta semaforët dhe mos i vësh në një vend që ti mburresh, vend i më i mirë turistik në Vlora. Çfarë bëhet kështu? O kryeministër, merre situatë ndonë se në Vlorë s'ke pasur kur kryetar bashkie. Ke pas hajdutër që vetëm kanë vjetur popullin e Vlorës. Merre situatën dorë, krijo parkinge, leri trotuar të lirë, bëj vizat e bardha, vendos semaforët që megjithmonë ky popull dhe këtë mandat ty të ngërën në qiell. Tunja tjetër i dashur Andi. Faleminderit, përshëndes shumë. Po lexoj njëkohësisht, po dëgjoj me shumë vëmendje zotrin patjetër, po lexoj njëkohësisht dhe i bëj me dije në këto momente shumë shkurt, pra. Zhvillimet më të fundit në konfliktin, në përplasjen apo në sulmet Izrael-Iran. Po i marr nga, le të themi, lajmi më i fundit edhe deri tek rreth një orë apo 2 orë më parë. Izraeli ka deklaruar se janë goditur 10 objektiva të këtij shteti në Iran, edhe baza ajrore. Në orën 8:27 minuta, Izraeli po ashtu ka theksuar se ka goditur disa zona të mbrojtjes në Teheran. Ministri punëve të jashtme të Italisë dhe njëkohësisht zëvendës kryeministër Antonio Tajani ka deklaruar se në lidhje me programin bërtamor atomik nuklear, 3 fjalët besoj kuptohen, ai ka thënë që Irani e ka kaluar vijën e kuqe, më saktë, dhe duhet ndaluar. Pra, paka shumë qëndrimi i perëndimit. Ky është zëvendës kryeministri italian, ministri punëve të jashtme, dhe ka theksuar se në lidhje me programin bërthamor Irani, sipas tij, sipas Italisë, është qëndrimi i shtetit ka kaluar vijën e kuqe
dhe duhet ndaluar. Izraeli ka kthyer mbrapsht, ka interceptuar dron iranian në detin e vdekur, dhe ky është një zhvillim i orës 8:13, që do të thotë sulmet vijojnë, dhe Izraeli po ashtu ka deklaruar se do të vijojmë të godasim Iranin, do të paguaj një çmim të lartë edhe për kundër përgjigjen. Ndërsa në orën 7:10 edhe Irani ka bërë me dije se do t'i përgjigjemi me vendosmëri agresionit të Izraelit. Pra, këto janë gjitha reagimet, edhe kjo është e rëndësishme. Irani ka theksuar se bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ishin, le të themi, negociata e tjerë, ose gjithmonë kanë ekzistuar, megjithëse bëshin rrallë, bisedimet me SHBA-t për programin bërthamor tashmë nuk kanë më kuptim që të zhvillohen, apo të mblidhemi dhe të diskutojmë sërish. Përshëndetje, mirëmëngjesi, po shkojmë drejt fundit, po kemi kohë edhe për 2-3 komunikime. Urdhëroni. Gjitha këto i lexoni në shqiptarja.com, faqet në zyrtare në internet. Urdhëroni, zotëri. Mirëmëngjes. Me që jemi në sezon kështu, domethënë pushimet e turizmi, dua të të shtroj një dy gjëra nëpërmjet emisionit tënd. Patjetër. Edhe nëse e ke mundsinë, edhe me fol në një nga ato menaxherët apo drejtuesit e qeverisë që bëhen me këto punë. Tani në këto momente, për shembull, unë jam një pushues në zonën e Orikumit në Bashkinë e Vlorës. Është i treti vit rresht që vije këtu dhe më bën përshtypje në mënyrë kategorike, domethënë një indiferentizëm, domethënë i tmerrshëm. Në rrugën një shërbitore ka këtu, domethënë po të shikosh të dy anët e rrugës të mbysin shkuret, gjemaçet, baret, papastërtia, kanaqet, plastika, tëra gjërat, domethënë është e tmerrshme, është megjithëse e tmerrshme gjuna. Po të shikosh bregun e detit që pushojnë, ka pushues vendas e tuaj nga nga gjitha kështu llojit e komësit e tëra gjërat që është megjithëse për tu përshëndet, ndërsa kjo ana tjetër që është pjesa jonë e shqiptarëve lë shumë për të dëshiruar. Është megjithëse të tmerrshme. Do të them dhe një diçka tjetër, fiksoj këto, domethënë sepse mund të ndërtohet në një emision që është domethënë me gjithë ashtu. Për shembull, këto privatat, edhe publiku, edhe shteti, pse mos të vendosin tabela orientuese ku të thuhet nga këtu deri këtu është plazh privat dhe nga këtu deri këtu është plazh publik. Që të mos se kam parë qytetar të mirë, të qytetëruar që përplasen me ata që punojnë në këta privat, ashtu i mësojnë edhe ashtu ja do interesi, e të vendosin tabela orientuese thuhet nga këtu deri këtu është publik, nga këtu deri këtu është këtu. Tani, çfarë desha të shtroj me tyja, çfarë desha të them një gjë tjetër me tyja. Shiko, është e tmerrshme. Administrata në mënyrë kategorike nuk punon orandi. Domethënë nuk e di, mund të marrësh një ministër aty në zënës ministra threshe për këtë problem. Është e tmerrshme më zotëri, si morë gjë këta që marrin rrogën e taksave paguesve, vini këta pushues që pushojnë, mos të kenë një ambient të pastër, mos të nivelohet domethënë plazhi këtu, mos të pastrohet plazhi publik. Është i zënë nga dyja krahët, domethënë ç'a bëjnë ngrit çadra këta që janë pa leje, shtohet ata që ande ngushtohet hapësira publike. Domethënë aq sa është lënë. Domethënë dhe kaq mundësi nuk ka dot kjo administrat për mendimin tim që Edi Rama në qoftë se në këtë mandat nuk do të vendosi pikën mbi i, domethënë në kërkesën e llogarisë që administrata të vendoset në eficiencë të plot për të punuar, sepse ushqehen dhe marrin domethënë pagat nga taksat tona, është e tmerrshme. Asnjë punonjës nuk shikon, domethënë ta shikosh në punë që të pres një bara, të pastroja, të vendos një gëlqere, të vendos një diçka. Është e tmerrshme, nuk e di, domethënë po këtë po ta them me përgjegjësi, pa asnjë mlet, pa asnjë influencë, pa asnjë gjë për gjë, domethënë është megjithëse shumë gjuna.
Po, diçka tjetër për ta mbyllur se kjo është me gjithmonë shqetësim. Apo këtë e kishe... Për ta mbyllur, faleminderit në kësaj hapësirës tënde, që ma dhe këtë mundësi, sepse me gjithmonë unë dhe shumë të tjerë, këtu jemi të shqetësuar nga kjo lloj kështu, edhe me gjithmonë është për të shqetësuar. Faleminderit. Faleminderit ju përshëndes për telefonatën, të falenderoj, po prap, që telefonuat edhe bët me dje një shqetësim, një problematik. Kjo ka të bëj me pastërtin e zonave bregdetare. Ndoshta jo drejt për drejt me plerat me mbitorinat, mund të ishte edhe pak më e rënd, por zotëria mirë ka këtej plazh turizëm, turistët e tjerë që ka për vërtetës, një pjesë e shifrave edhe kot nuk janë, megjithëse nuk i ka numëruar 15, 16 apo 10 milion, por këtej në trotuar të mbyt fera, gjëmbaçi e gjitha s'ke ku kalon, se ngërvishtesh, bëhesh e gjitha, që nuk kushton në një gjë. Për të prerë ato ferat, barin e keq e tjerë me 1-2 punonjës që do bashkia për njësi administrative mund t'i bëj, me gjitha në zonat bregdetare. Përshëndetje. Urdhëroni përshëndetje. Mund t'i bëj dhe du t'i bëj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje, Andi, dhe kalon si pushimit të gëzuar të e një djali mrekullues në bashkë në familjen tënde. Digjo, këta si po të Izraelit bënd të mira Hitleri që i këshu ka i kampi Auschwitzit. Këta i lënë pendia jo 20 vjetë si atere, po i lënë ka 100 vjetë. Mirë, jo... Edhe unë kisha dhe diçka tjetër. Të dëgjoj, po. Jo, kisha diçka tjetër, kjo Bellinua që atin ta reklam dhe kjo e biti, po mos u hanë kur, as Bellino, as u mirë, zonjë, shifër, më na vjen për zhjë, po pse më i qke më zonjë me këto? Ke diçka tjetër? Ke diçka tjetër? Po? Tankojnë fare. Jo, ta pensionistët mos tankojnë fare, të rinurt aty dhe mos të ndihen, se këta nuk ka në kisha xhamia. Nuk ka në kishe xhami pa prishur atë në kone në vetë, dhe këta do vuaj, nuk do vdesin, më jo do vuan. Dhe kisha të fundit, e di se shpuna kjo që jep që aty nuk është tema jo, tema është kjo që do të themun ty tani. Kjo e ka dërkuti nosho aji, Arian Trani, kjo është temëre. Pa vëre ti tem dite këtë shikoj si do zjerë jeti, o Andi. Hajtë kalon shmirë. Faleminderit për telefonatën. Po se kuptova, një nga, kush ishte tema për një nga këto që përmëndi zonja, po... Mirë mëngjes, kemi 2 minuta ko, vetëm 2 minuta në fakt, që marim telefonatën e fundit, por shkurtimisht. Përshëndetje. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, ju dëgjojmë me kënaqësi. Lufta nuk është e mirë. Konflikti që nisi, lufta nuk është e mirë. Lufta është pam që ndodhi me Palestinën, me Ukrainën. Lufta për unë dënoj Izraelin. Kush e nisi luftën? Kush e provokoi këtë luftë? Se Izraeli tani janë kujt nga Palestinës dhe provokojnë ata. Po tani që provokove ti? Zotri, kundër pyetja që unë ju bëj është kjo. Zotri, kundër pyetja që unë ju bëj është kjo. Kundër pyetja që unë ju bëj është kjo. Marr shkaz dhe nga jo që tha Ministri Punëve të Jashtme të Italisë, që në lidhje me programin bërtamor, Irani e kaloi vijën e kuqe dhe duhet ndaluar, sepse ndoshta në pas mund bëj që se kontrollohet dot. Po lare Tajani është një lëpirës more, Tajani lëkush Tajani është lëpirës. Italia ka qenë gjithmonë lëpirës e Amerikës. Italia është një shtet pa kolione, si thonë. Të citova zvëndës kryeministin italian se ai reagoi së fumi, po dhe Trump kështu ka thënë. Është një shtet surrogato, ka një politik surrogato, më e keqe se jona. Pandaj, Tajani është një servil, një lëpirës, një... Kush është Tajani? E njofë në afër Tajanin. Atë në Itali ka gjithë, 25 vjetë, e njofë qa politikanë. E një vërtet Tajanin? E njofë, është një lëpirës, një legenë. Ja, po jo kështu. Tajani në afër. Jo, okej. Mirë, diçka për ta mbyllur. Dakor. Nuk bërë një letë. Dakor, diçka për ta mbyllur. Vesh del Tajani sot, kush e provokon? Pse qëlloj Izraeli tani atë Iranin? Shpun ka me Iranin? Irani ka qenë gjithmonë në punë e tia. Mirë, faleminderit. Është i fuqishëm, mos haro. Qa kërkon Tajani? Që t'i ven 100 milion emigrantë nga Irani, t'i ven Europës tani? Qa kërkon Tajani? Okej. Të krijoj
Faleminderit. Në 100 milion emigrantë në Europës. Faleminderit të përshëndes për telefonatën. Vjoni të votoni për temën e ditës edhe çështjen ndërkombëtare, le të themi që të këtyre ditëve, sepse sulmet edhe po vijojnë, në një farë mënyrë këmbështesin në këtë konflikt. Si e parashikoni, çfarë pasojash do të ketë, qoftë edhe për Shqipërinë. Ne vritëm fund programin Shtypi i ditës dhe ju dhe për mëngjesin e kësaj çtune. Pak reklama, qëndroni në Report Televizion, vjoni me Rëzë Dielli, ju uroj shikim të këndshëm, me miru takofshim së bashku.